Përshëndetje. Shkretëtirëzimi i referuar shpesh si kanceri i tokës, po kërcënon jetën e më shumë se 1.5 miliardë njerëzve. Për shkak të këtij, çdo vit degradohen mbi 100 milion hektar tokë të punueshme në botë. Kurse në Kinë, sipërfaqja e tokës së shkretëtirëzuar po të kuret me 670.000 hektar në vit dhe njerëzit këtu po shndrojnë rërë në pasuri. Si realizohet kjo? Taklamakan është shkretëtira e dytë më e madhe në botë, që shtrihet në më shumë se 330.000 km2, gati 1/5 e rajoni autonom Xinjiang Uighur të Kinës Veriperëndimore. Qarku Makit ndodhet në skajin jug-perëndimor të Taklamakanit. Për të luftuar për tokën dhe jetesën, qeveria lokale nisi një fushatë masive për kontrollin e shkretëtirës. Pothuajse të gjithë 300.000 banorët vendas morën pjesë, duke ndërtuar rrugë, hapur buse, vendosur linja elektrike dhe mbjellë pemë. Pas restaurimit ekologjik përmes teknikave si barierat e kallamishteve dhe mbjellja tredimensionale të pimëve, në 13 vjet qarku ka ndërtuar më shumë se 30.000 hektar byje mbrojtës përgjatë skajit të shkretëtirës. Ai është një shembull në Xinjiang, dhe fat përpjekjeve të gjithë banorëve në këtë rajon në vitin 2024 u praurua plotësisht një barierë bllokuese kundër rërës prej 3046 kilometrash që rrethon Taklamakan, duke shënuar barierë më të gjatë ekologjike të gjerbër në botë rreth një shkretëtire. Ndërkohë, banorët në ambiente të përmirësuar tashmë po shndrojnë shkretëtiren shterpë në një thesar byesh, prodhimesh pujqësore dhe burimesh turistike. Deri tani, sipërfaqja totale e kulturave ekonomike të kultivuara në shkretëtirët në Xinjiang ka tejkaluar 720.000 hektar, duke gjeneruar një vlerë total prodhimi prej 4.1 miliardë dollarësh amerikan në vit. Përpjekjet e kontrollit të shkretëtirizimit në rajoni autonom të Mongolisë së Brendshme në Kinën Veriore janë pionierje të një qasjeje inovative që kombinon ruajtjen ekologjike dhe përfitimet ekonomike. Këtu në shkretëtirën Kubuqi, shkretëtira e 7 më e madhe e Kinës, qeveria kineze ka provuar diçka të kucimshme për të luftuar shkretëtirizimin, vendosin e paneleve diellore për të rikthyer tokën e thatë në të punueshme. Në shumë vende, panelet diellore kanë të bëjnë me uljen e karbonit, por në Mongolinë e Brendshme ato pënkojnë erërat, rregullojnë rërën dhe i japin tokës një shans të dytë për të marrë frymë. Pollet të stabilizojnë rërën lëvizse dhe panelet sipër hedhin hije, duke ngatallësuar avullimin dhe duke i dhënë lagështirës së paktë një shans më të mirë për të qëndruar. Në këtë mënyrë, panelet diellore prodhojnë energji elektrike, toka e përmirësuar poshtë bëhet e përshtatshme për rritjen e barëve dhe pimëve mjekësore. Pasi rriten barërat, gullat dhe delet kanë burim ushqimor, jashtë qitje të cilave mund të shtojnë mëdej pjellorinë e tokës për të rritur më shumë barishtet. Të gjitha këto kanë shtuar ndjeshën të ardhurat e banorëve vendor. Teksa Kina po përballon në luftën kundër shkretëtirizimit, ajo nuk haron vende të tjera që preken nga i njëjti shqetësim. Kina ka ngritur qendra e kontrollit të shkretëtirizimit Kinë Arabi dhe Kinë Mongoli dhe ka krijuar baza demonstruese për kontrollin e rërës për të ofruar mbështetje teknike. Ajo është angazhuar gjithashtu në ndarjen e informacionit dhe bashkëpunimin me Korenë e Jugut, Mongolinë për të nxitur së bashku para ndalimin e shkretëtirizimit, kontrollin e degradimit të tokës dhe reagimin ndaj thatësirës në Azinë Veriperëndimore. Për vendet në Afrikë dhe në Azinë qendrore, përvoja Kinës është shumë e përshtatshme. Për shembull, teknika e tapellës së shahut të kashte, një teknikë e fiksimit të dunave, ku kashta vendoset në sipërfaqen e shkretëtirës në formën e një tapele shahu, mirëpritet në vendet si Mongolia, Arabia Saudite e tjera dhe cilësohet nga Kombet e Bashkuara si katrori magjik i Kinës. Ndërkohë, bimët e zgjedhura dhe të kultivuara nga shkencëtarët kinezë të shoqëruar me teknologjinë e ujitjes që kursejnë në ujë janë promovuar në shumë vende në Azinë qendrore dhe Afrikë si Etiopi, Mauritani e të tjera.